Ledja, çfarë ndryshoi Amerika nga Ledja që ishte lindur dhe rritur në Tiranë? Të themi se ndoshta më bëri pak më melankolike dhe më humbi pak socializimin, që e kisha këtu më tepër, por melankolike sepse për çdo gjë bëhem shumë emocionale, shumë shpejt. Në momentin që unë përmend vendin tim ose kudo që t'jem në rreth shoqëror me të huajt, unë do flas vetëm për Shqipërinë. Do flas për vendin ton, do flas për Bregdetin, për adetet tona, për kulturën tonë. Nuk besoj se një njeri mund të bëjë ndryshime nëse ti këm gul se kush je ti në të vërtetë. Sa i ke ruajtur traditat në Amerikë, qoftë edhe gatimet tradicionale? I kam ruajtur dhe do vazhdoj t'i ruaj me krenari, sepse ne jemi një popull shumë me vlera. Kemi një histori shumë të bukur për të treguar për ata që nuk na njohin. Dhe të gjithë që më vinë të huaj në shtëpi amerikan ose pa diskutim dhe shqiptarët, i pres me gatime tradicionale. Kam qef që të bëj byrekut me spinaq, me djath, kam qef që të bëj qoftet e shtëpis, të bëj ushqime tradicionale kërçovare, edhe fëmijët e mi rriten ashtu me ushqim shtëpie. Kam qef që fëmijët e mi kur do të rriten normalisht që do të hajnë fast food dhe ushqimet e jashtme, por tani për tani sa janë të vegjël, kam shumë dëshirë që të kenë atë erën e shtëpis, që kur futen brenda thojnë era shtëpi. Kanë pasion djalë apo vajza muzikën? Vajza i bjen violinës, edhe ka një zë dhe një vokal që është shumë breslëns. Por e tërheq më shumë nga shkolla dhe nuk dua që t'ja mbështes shumë pjesën artistike, se kur do të rritet, ajo mundet të vendosi vetë. Megjithatë, pasi ajo tani po edukohet në vjen melodike, sepse ajo i bjen violinës, ajo njeh pentagramin, njeh notat. Avash, le ta zgjedhë ajo, është e drejtë e saj të zgjedhë çfarë të dojnë kur të rritet. Dhe të dy fëmijët flasin shumë mirë shqip. Po. Kjo është merit e prindërve juaja? Mendoj se është merit e prindërve, sepse kur djali mua në fillimet e veta nisi të më flasi anglisht, unë për çdo të dytën fjalë i flisja shqip. Dhe kur fliste anglisht, unë nuk i përgjigjem. Dhe më thojnë, sa herë më thonin kur ishe edhe vajza pak më e vogël, se tani ajo e kupton. Thoshte, mami ti din anglisht? Edhe thosha, nuk di anglisht, foli mami vetëm shqip. Që fëmia të detyrohet mu të më flasi gjuhën time. Dhe ndoshta kjo është ajo puna që kam bërë, që të dy kur vinë këtu unë ndjem krenare, sepse të dy fëmijët më flasin pastër edhe shqipen edhe anglishten, dhe unë ndjem krenare, që të rritet me gjuhën e nënës. Ledja, ti je tiranëse dhe treva Shqipërisë Mesme, por para shumë vitesh ke kënduar dhe trevën e Jugut. E Jugut e kam shumë dëshirë. Shkon me zërin tuaj, vokalin, kështu që ke ndoshta në plan në një projekt, në një këngë? Po, edhe të Jugut, po. I kam bërë edhe një këngë për Jugun, do me thëmë për vajzat e Jugut, edhe ato do ta prezantoj më tuti, është shumë motivi bukur. Më shkojnë në vokal. Do me thëmë varet se ku e gjenë vokali jot, ku flen më bukur. Shqipëria Mesme dhe këngët e Jugut më shkojnë shumë. Ndërkohë që djalit i ke kushtuar një këngë? Djalit po, i kam kushtuar një këngë, i bëra bashkim trojesh, pak nga Kërçova, pak nga Tirana, edhe ja lash një kujtim, si i thojnë, për një event që kishim ne tradicionale. Po ashtu i kam bërë edhe vajzës, por nuk e kam do më thënë kam edhe pak punë me atë tekstin edhe me vjen melodike dhe besoj është gati në përfundim. Ato që po na ndjekin do të kishin dëshirë, ato e kanë dëgjuar këngën, e ridëgjojnë akoma, kuptohet, këngën Foleqesh Gostirone, nëse një moment ndoshta refrenin për kënaqësi. Patjetër, ndoshta do bëj kthesën. Boni, boni, mashallah, si Tirancet jo nuk ka. O, boni, boni, mashallah, si Tirancet jo nuk ka. Janë sherbet, janë sherbet për baklava.